Vija Kuqe ka qenë vazhdimisht korrigjimi i kufeve më herët. Prej 91-shit faktikisht prej shpërbërjes së Jugosllavisë, edhe shpërbërjes Bashkimit Sovjetik ka qenë parimi pa negociueshëm i perëndimit nuk mund të ketë ndryshim kufeve të ish njësie federale. Njësie federale sepse është dashur me audit ai ta kanë drejta për vendosjes kombeve apo njësie federale. Dhe kjo ka filluar me probleme me Serbinë natyrisht. Me Serbinë, sepse ajo nuk e pranonte në Kosovë drejtën kombëtare. Që atë nëse ti sikur të kishte thënë Serbia, Sërbë në Kroaci, në Bosnjë kanë drejtë për vetë vendosjes, sikurse shqiptarët e Kosovës, ka edhe Maqedonisë perëndimore, ajo dhe kishte pas një logjik politike, me thënë, unë s'po insistoj vetë për drejtat e mia, që shqiptarët, Kosovë, Maqedoni perëndimore, le të shfrytëzojnë drejtën për vendosje, po ai insistoi vetë për veti. Prandaj Vija Kuqe ka qenë mund të që u te kalu, mund të bisedoni edhe për shkëmbim territoreve. Po realisht kjo është ideja e Miçellit. Vesh Miçellit. Absolutisht. Do të thotë sepse ajo është nisë prej parimit të hjekë Rus prej Serbisë. Vučić ka thonë për mi hjekë Rus prej Serbisë, unë duhet me bë çet punë. Me bë marrëveshje me Kosovën. Por ideja ka qenë për njohje formale. Reciproke midis dy shteteve. Tha më herët kur dy shtete njihen, ti mos andej e bën korrigjimin e kufeve, edhe mos më pas sepse është parimi i Helsinkit i 75-s. Domethënë që i lejohet në mënyrë paçësore. Po kjo është nën kuptues se kërkues ka figuruar kjo punë. Njohja formale. Kjo është po struktura. Jo, njohja formale është përmend në eksplicite në tavolinë të Mogherinit, ku kam qenë unë i pranishëm. Domethënë unë nuk e kam me dënime. E qartë. Aty kam qenë i pranishëm kur i ka thënë Mogherini Vučićit, në praninë time edhe të Gjuriqit, ti pe din që tema është njohja formale. Ai ka thënë po. Dhe me këtë kusht po hym në këmbim territor. Me kusht në njohjes formale, s'ka pas kurfar ideje ndërmjeme. Dhe nëse të kujtohet me siguri, Vučići vazhdimisht ka thënë një fjali si mantra ti. Nuk mund ta njoh Kosovën kufit e sotëm. Harajshin që këtë pjesën e parë fjalisë ishte shumë epokale. Nuk mund ta njoh Kosovën kufit e sotëm. Se tash se përmend njohin kur. Përkundrazi tash si ndryshe. Edhe parimisht është dashur të punohet me të gjithë që të krijohet klima eventuale për realizimin e këtij plani. Mirë, domethënë prej West Mitchell kalon te Mogherini kjo ide. Po. Domethënë te Mogherini me përkrahje vazhdimshme të vazhdueshme të amerikanëve, edhe të John Boltonit. Dhe ju gjithë pajtoheni. Parimisht është pajtuar. Boltoni thotë me këtë ide më kanë ardhur kosovarët edhe Serbia. Boltoni vjen vonë. Boltoni vjen vonë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Ai ka gjetë punë të objektivisht punë në ecje sipër. Që Boltoni vjen fazën e fundit në shtëpi të bardhë, domethënë. Po mirë, edhe juve ju mbledh Mogherini dhe ju thotë çka? Jo, në asnjëherë s'kemi biseduar, unë ku kam qenë i pranishëm, edhe jam i sigurt asashim thotë që s'ka pas harta, as janë qel temat e po e bëjmë këtë, po e bëjmë atë. Po asnjëherë s'është fol për ndamjet e Kosovës, po për këmbim të territoreve. Ideja ka qenë një pjesë e veriut të ndërlidhet me Serbinë. Cila pjesë? Pa ideja ka qenë pa mitrovizë veriore, ideja jonë. Tash s'kemi mri kur na me bisedu. Shikon çka po them është krejt hipotetike se unë s'kam bisedu konkretisht kur, po as është bisedu për kufinë të Ibri. Jo. Absolutisht, jo. S'besoj që ka politikan shqiptar që pranon kufinë të Ibrit, si mitrovizja veriore është jashtëzakonisht e rëndësishme. Po, mos harrojmë që 57-58 është bërë ky këmbim i territorëve nga ana e Serbisë. Këmbim nuk është bërë. Po, është bërë me insistimin, tash realizoha një libër te Latinka Haperoviçi e pashë që me insistimin e Rankovićit edhe të këtij Peneziçit Kërcunit. Në fakt, unë e di verzionin tjetër. Verzioni tjetër është që Gjillasi ka vizatu kufit mas luftës, po. Edhe këtu është kriju një, domethënë, ka sens edhe gjeografik edhe politik. Kufit e Kosovës kanë sens gjeografik edhe politik. Pika e mbrojtjes të cilën e ka Kosova në veri edhe natyrisht këto resurse të ujit lidhen me lidhen. Po bashkimi i Leposavicit me Kosovën ka ndodhur 57-58 me qëllim thuaj me rrit praninë sërbe. Ekskluzivisht ka qenë menaxhim etnik.
Edhe preshjen me Engineering. Me inxhinierik etnik edhe preshjen me hek Kosovës, se preshja ka qenë pjesë e Kosovës deri në 57-58. Pse është strategjikisht e jashtëzakonshme. Është jashtëzakonshme për Serbinë. Ka rrulla ka lënë edhe autostrada më vonë që ndërdu korridori 10. Se dihet që është, domethënë, që lidhet me Vardarin edhe me detin e Gje. Po kryesorja, domethënë asnjëherë s'shmëri deri te momentumi që me bisedu më konkretisht sepse ideja hasin rezistencë mëdha edhe në vend, Kosovë, edhe në Serbi, sepse për shumicën e politikanëve serb ishte pa imagjinueshme që Serbia të hyjë në proces të njohjes Kosovës. Pa më parasysh a fiton a humb diçka territorialisht, ishte pa pranueshme që me u njohtë shteti Kosovës. Edhe disa shtete evropiane, më së shumti Gjermania, u shprehën të shqetësuar për reperkusionet rajonale. Edhe Britania e Madhe. Edhe Britania e Madhe parimisht ka qenë për një kuriozitet të lehtë. Sepse në rregull, nëse Serbia është interesuar për këtë marrje e Pançishit, e cila me disa harta është pjesë e Kosovës, me disa harta të Kforit, jo të harta të Kosovës, me disa harta është vetëm 200 metra brenda Serbisë. Ajo është një majë që ka qenë në aspektin është bombardu prej NATO-s në 99-ën, sepse aty ka pas radar çast fort që deri në Adriatik e kanë kontrollu hyrjen daljen e aeroplanëve.